Pas marshit paqësor të mbajtur javën e kaluar me 26 maj, ku është kundërshtuar fuqishëm vendimi i gjykatës kushtetuese, Komuna e Deçanit po vazhdon kundërshtimin e këtij vendimi. Komisioni dal nga Kuvendi Komunal në seancën e mbajtur me dyert të mbyllura të datës 27 maj 2016 ka marrë vendim që kjo javë të jetë javë e greves. Kështu nga sot deri në fund të javës, institucioni i komunes nga ora 8 deri në orën 12 do të jetë në grevë. Në konferencën për media të komisionit, kryetari i komunes Rasim Selmanaj ka bërë me dije se me 16 qershor në ditën e çlirimit të qytetit do të mbahet edhe protesta e radhës. Vendimi i parë është që komuna nga ky moment gjatë gjithë kësaj jave është në grevë nga ora 8 deri në ora 12 dhe kjo grevë mahet në shej revolte, në shej pakënaqësisë për vendimin e gjykatës kushtetuese që ka marrë vendim mjaftësues për pronat manastiri. Dhe po ashtu veprimi i dytë që kemi marrë vendim është organizimi i një proteste gjithë popullore, e cila jo pa hiri do të mahet me 16 qershor pikërisht në ditën e çlirimit të Deçanit. Kemi në agenda edhe veprime të tjera, por fillimisht domosdoshmë sot kemi marrë këto dy vendime. Varësisht prej zhvillimeve ne do të koordinojmë edhe veprimet tona, mirë po ajo që vlen të theksuar se Komuna e Deçanit do të vazhdon me bo kundërshtimin e këtij vendimi të padrejtë që bën dash me interesat e qytetarëve të komunës së Deçanit. Unë shqyrtorasin që heshtja, më thojza, e cila po mbretëron nga institucionet qendrore, të mos vazhdojë kështu, sepse ata janë njerëz me përgjegjësi dhe duhet me thonë fjalën e vet. Nuk do të duhej Deçanit mbetet në këtë rast i vetmuar me veprimet e veta. Edhe ne nuk jemi njerëz të çmendur me kundërshtu një vendim të gjykatës kushtetuese, sikur mos i kishim argumentet. Argumentet janë në anën tonë, është vendim politik, është i padrejtë, sepse ka ndodhur një ndërhyrje e panevojshme në drejtësi. Por është shfrytëzoj rastin edhe një herë publikisht me ftu zotin Sava, që të heq dorën nga përvecimi i pronave që kur s'kan qenë të manastirit, dhe po ashtu e ftoj publikisht me ul, me bisedu dhe me bëhet zgjidhje. E kom thonë edhe në protestë, po përsërisht nuk po zgjidhja me afal pronat manastirit, por megjithatë ne do të mbetemi të hapur për me bëhet zgjidhje. Kur manastiri nuk mundet me u bë pronar legjitim i kësaj prone me letra, edhe pse është vendimi i gjykatës kushtetuese kur janë në kundërshtim ose kur realisht i ka armiq, më thojza 60.000 banorë. Tokat janë të Deçanit, ne jemi përfaqësues të qytetarëve dhe fuqishëm do të kundërshtojmë këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Nuk do të dorëzohemi para asnjë presioni vendor apo ndërkombëtar. Kështu janë shprehur përfaqësuesit e subjektet politike në Deçan, pjesë e këtij komisioni. Ne si përfaqësues të interesave të qytetarëve të Deçanit të kundërshtojmë në jetën më sikur se qytetarët. Dhe ne si asambleja dhe si komisioni nxjerrëm nga asambleja, pastaj do të koordinojmë veprimet tona më të tjeshme. Nuk ka asnjë presion dhe nuk do të ketë asnjë. Këtu interesat qytetarëve të Deçanit edhe nuk do të ketë. Po të ketë, nuk do të ketë. Me siguri më të madhe nëse ka nuk do të zbatohen. Duhet çështja e qytetarëve të Deçanit dhe interesat e pronave dy ndërmarrje. Një zër edhe sot u kundërshtuar vendimi dhe u kërkuar nga institucionet gjyqëse që të mos heshtin kashik këtij problemi. E Deçani do të jetë këtu në të gjitha format për të kundërshtuar këtë vendim, që sipas komisionit është kryekput vendim politik.